Të kalojmë tani tek zotëria. Përshëndetje, Qoma Përmërqani. Unë kam 5 fëmijë në shkollën e Mamzit, jam njëkohësisht edhe kryetari i bordit të shkollës Mamës. Kënaqësi. Jam edhe kryetar prish në rrethin e Kukësit, kam fëmijë edhe atje. Më bëhet qefi që shkolla ka shumë nxënës. Është Shkolla ka më i mirë shumë që nxënës, po për fat keq shumë shpejt do të degradisin gjithë. Po pse? Pse? I parë jam unë që kam tash 5 fëmijë këtu, një kam në Kukës 6. Po. Kam një fëmijë invalid. Do t'i jap me kamerë, si kam filmuar ditën e shiut. Do t'i filmoj, t'i jap filmimet gjitha. Ka vajtur ujë 60 cm. 60 cm, unë kam edhe karrocë që kam blerë privatisht, nuk i kam shtryer në dorën shtetit asnjëherë. Biles përkundrazi, fëmijën invalid e kam dhurat nga shteti shqiptar. Son fëmijën e kam quar Tregull në Tiranë dhe e kam marrë në gjendje shumë të keqe. Mundësia ime dhe shokëve dhe miqve, unë në vajzën e qoha në Itali sot, faleminderit Zotit e kam. Është edhe në gjendje të mirë fizike të paktën, se për paralizën nuk bëhet fjalë. Përsa për këtë rrugës, janë shumë që kanë ardhur. Shumë mashtrime, shumë vjedhje dhe asgjë konkret. Kam qenë pjesëtar dhe i mbledhjeve që janë bërë edhe në bashki, qoftë edhe këtu. Kam qenë edhe nga ata ku s'ka qenë këti, kam patur xhaxhain tim kryeplak. Dhe kam qenë i keni gjithë fshatarët tunë. Unë kam qenë krah për krah me ta në rrugë. Ka orë policia s'kam pyet, s'do t'ja di. Policia do të bëj punën e vet, se për atë paguhet. Kurse ne do mbrëm tokat tona, do mbrëm pronat tona. Po si do bëni tani se rruga i Ne s'do rreshtim asnjëherë. Jo të vi kryetar bashkisë, po përveç Zotit në qiell, askujt që faj kemi. Të ndë bindur. Qoftë në mënyra ligjore, qoftë jashtëligjshme, ne do bëjmë diçka. Kemi shumë mungesa te shkolla. Kemi mungesa kompjutersh, jemi në 2025, gati po e lëm, dhe s'kemi një kompjuter. Kemi 77 nxënës, kemi edhe 16 parashkollor me fjalë të kopshtit. s'keni një kompjuter s'ka? E kemi një kompjuter është për gjithë shkollën. Për gjithë shkollën një kompjuter? Kush do e përdorë i parë? Do e lëm mësuesit, nxënësit apo një fëmijë që mund të ketë prioritet. Kujde e dërzojmë. Jemi me datën 4, mos gabojmë sot në ndor dhe ne s'kemi as silan drusor akoma. Qanë drot që kanë ngelur, vitin kaluar qanë motorsek. E kuptoj. Privatisht edhe kjo. Jo nga ana e institucioneve shtetërore, po privatisht. Ndërkohë që ne flasim, më mbeti mendja tek ajo puna e kompjuterit, se ne flasim për inteligjencë artificiale, flasim për ministre... Flitet për kokat, dhe jo për ne. Për ministre virtuale. Kuptohet. Këtu nxënësit se shohin dot kompjuterin. Tani është ora gati 1:30, ikën nxënësit tani, nxënësit pastaj shkollën. S'ka pastrues. Mësuesi me nxënës, s'ka çfarë. S'ka pagesë. Nuk ka pagesë. Ore mi që keni shkollën se ke ka... Detyrojmë mësuesit bashkë me nxënësit dhe pastaj shkollën. Kuptoj. 2025 pastaj mësuesit, pastaj nxënësit. Nxënësit ka nga shumë nga fëmijët që dalin edhe pa mëngjes. Është rrezik marrë në një infrakt, në një shumë shqipër për ushqim. Po nga se vjen kjo, nga varfëria, nga se vjen kjo? Vjen, kuptohet edhe varfëria, po edhe këtë duhet ta ketë bashkia. 3 herë kam qenë bashki për një diçka të tillë. Për të pas nuk marr përgjigje nga bashkia, s'plotësohet numri nxënësve. Tash jemi nga zonat me popullsinë më të mirë të nxënësve. A kuptoj. Dhe kemi mësuesi kemi të mirë. Është gjënat që kemi mësuesi kemi nga më të mirët. Son tash kontrolloj edhe shkollat e mesme si kanë. E kuptoj. Kanë edhe punë atje, por edhe këtu. Mësuesi kemi të shkëlqyeshëm. Paktën 80-90%. 80-90% i kemi shumë të mirë. Problemi është tash rruga, ujë të pishëm, kush e ka me forcat e veta, me një fëmijë në Angli apo me jashtë diku. Se s'ka ujë sjellës këtu? Nuk ka ujë sjellës. Po si e bëni për ujë? Këtë mënyra. Se edhe ujë s'keni për të pirë? Këtë e kemi në mënyrë primitive, siç kemi mundur vetë. Po ku e merrni ujë? Pak për kuriozitet. Dikush ka patur një jashtëti, dikush është futur kredi. Unë e kam bërë i parë, unë e kam bërë me kredi. Po çfarë, ke bërë pus? Kam bërë pus me kredi. E sa të ka shku pusi? Ka vajtë 5 milionë gjysë. Po që s'ka? Po që s'ka,
Jo se është shumë serioze ky, ai që s'ka lekë vëlla. Si ta hapi? Do s'kisha pra, pikërisht pra. Do futesh, jam futur borx. Po si kanë të njëjtin fat gjithë që futen borx. Se ku të futesh borx do të kesh një burim tu afër nuk është se ka. Jo, ka burime, po s'ka ujësjellës. Nuk ka ujësjellës. S'ka. Pra rrugë jo. Ujësjellës jo, kanal Vaditës keni? Me Vadit total? Fare. Jo. Fare. Toka atje të përmbytur raketi? Kemi të gjithë. Lekë e marr? Lekët vinë. Nuk e marr lekë. Do vinë. Ore, për çat ka shërby shteti ty në këto 35 vite? Po e lëm ato shtetin diktatorial. Tash në herë, dhurat nga shteti kam fëmijën invalid. Këtë dhurat kam nga shteti as dhurat tjetër. Tani fëmijën invalid, pse mbeti invalid? Mjekim i gabuar I Tiranës? I Tiranës, po. Unë kam 6 vjet që në gjyqje dhe vazhdoj akoma gjyqje. Ku te pediatria ku? Tek pediatria. Edhe mbeti fëmia invalid që i vogël që foshnja si? 3 vjet që ka qenë në spital. Edhe ishte në rregull kur shkoi? Fëmia ka qenë ditën e parë që ka qenë ecë vet. 3 ditë mbrapa më është paralizuar fëmia. Dhe kam 8 vjet që kam paralizuar shtëpia. Çfarë merr? Nuk kam marr asnjë gjë më të vogël nga shteti për këtë fëmijë. Po kempa merr. Thjesht kam një kemp. Është detyruar se është kemp invalid i grupit parë. Po shoqërus? Shoqë ka dhe shoqërus. E ke edhe shoqërus. Po e ka. Ndihma tjera? Jo. Përveç kempit dhe shoqërus? Fare. Se duhet marri kateter ku diun çfarë marrin ato tjera. Nuk në një kategori ata i krijoi i kam siguruar vetë nëpërmjet farmacive të Tiranës. Shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Shpresoj që fjalët e tua t'i dëgjojë kryeministri, nëse kryeministri do ishte kaq afër. Çfarë do i thoje? Nëse e keni ndjekur mbledhjen e kryeministrit në Kukës, jam i parë person që kam sharë publikisht. E ke sharë? Po, publikisht. Në qoftë se ka patur kamerë, kam sharë publikisht, kam qenë në distancë ashtë. E çfarë thaj? Ka qenë dëshmitar që unë atje mos gabohem. Po, e çfarë thaj? E mbylli sharë si me shakara, edhe unë mbyll mbledhjen. Ne prisnim gjëra të tjera. Prisnim gjëra të tjera. Ore, foli kryeministri, dha prioritet e veta. Se për ta sharë shkollaj, po. Ore, nuk përveç Zotit qiell nuk i prikem askujt. Për të drejtat, nuk të shkel, s'të pranoj këtë. Për të drejtat e mia nuk të qas. Pra ti po të erdhi Rama këtu nuk ta qasësh? Kush? Mor tjetë edhe baba im në vend të Ramës nuk qas. Faleminderit. Mirë gjatë mirë, faleminderit juve. Ka marrë, ka ikë besimi, ka ikë çdo gjë. Babe do na thuash dy fjalë?